Pas të ftuarit të parë dhe pas kësaj pikës muzikore, u rikthyem sërish në studio për të vazhduar me të ftuarit e radhës. Kësaj radhe do të flasim për një konferencë që u mbajt për herë të parë në Tetov. Bëhet fjalë për konferencën e fizioterapisë. Këtu me mua kemi organizatorë, mjek, studentë që do të flasim lidhur me këtë konferencë. Spari, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat të jeni pjesë emisionit të Ritmi i ditës. Filloj me juve, zotri Fadil Rustemi, si magjistër i shkencave të fizioterapisë. Mund të na thoni se rreth konferencës ndërkombëtare që u mbajt për herë të parë në Tetov, cili ishte qëllimi kryesor i kësaj konference? Faleminderit shumë, Rehan. Një përshëndetje për të gjithë telespektatorët që na ndjekin. Do të filloj me një frazë të cilën unë edhe shoku Naser disa herë ka përsërit mjeku. Ne jemi ato persona që sollon fizioterapinë në Maqedoni, ndoshta edhe në trevat e Maqedonisë Perëndimore, se ne kemi qenë student në vitet e 90-ta, 80-ta. Do thonë prej Sarajevës, kur erdhëm ne nuk dishte shumë për fizioterapinë. Do thonë fillimisht ne prum fizioterapinë në Tetov, edhe tash ishte e radhës që të organizojmë diçka për fizioterapinë. Ne kemi di universitete në Tetov të cilët funksionojnë me këtë drejtim, por deri tash nuk kemi pat asnjë manifestim. Pikërisht para 6 muajsh filloi aktiviteti do të thonë nisja fillesat e para për të organizuar këtë konferencë. Është mirë që unë kam një ish nxënësin tim, Faton Dacin, doktor Faton Dacin, i cili funksionon te shoqata shqiptare e fizioterapisë në Shqipëri dhe ato na ofrojnë mbështetje. Është fatkeqësi për shkak se ne nuk kemi shoqatë këtu në Maqedoni të fizioterapisë, funksionojnë di shoqata maqedone dhe ne pam të arsyeshme të bashkëpunojmë ato. Edhe patëm një takim me rektorin para 6 muaj të Universitetit të Shtulit, edhe u morëm vesh që konferenca të organizohet në Universitetin e Shtulit, kurse shoqata na jape vullën, për shkak se bëhet fjalë për një manifestim mjaft të madh i cili ka edhe karakter të madh shkencor. Mund të na thoni si u zgjodh tema inovacionet në fizioterapi si fokusi kryesor? Pikërisht këto shoqatat kanë edhe organizimet të një pas njëshme, do të thonë në Shqipëri dhe në Kosovë tash vazhdojnë me kongreset që janë më të mëdha, shpresojmë që edhe ne ta bëjmë ashtu. Edhe në bisedë me këto personat e shoqatave morëm një hap, themi se është e radhës në Tetov ta bëjmë një konferencë, por t'ia vendojmë emrin inovacion, do të thonë diçka risi, edhe tërhekim opinion profesionista, studentë dhe nxënës. Do të thonë pikërisht ishte ai takimi i parë pas miratimit të pëlqimit të rektorit të Universitetit të Shtulit, i cili na dha lejen edhe na ofroi mbështetje logjistike për ta mbajtur me krejt resurset të mundshme. Pikërisht. Tu në studio gjithashtu kemi edhe profesor doktor Naser Durmishi që do të na fletë pikërisht cilët janë trendet më të reja në fushën e fizioterapisë që po shfaten tani më në nivele ndërkombëtare. Faleminderit për thirrjen edhe për mundësinë të prononcohemi në lidhje me një ngjarje kaq të rëndësishme në fushën e profesionit fizioterapisë. Spari edhe dy si konferencë ndërkombëtare e parë organizuar e këtij lloji në Tetov në organizim të shoqatës shqiptare të fizioterapisë edhe me ndihmën e Universitetit të Evropës Juglindore, e cila ishte një koqire në kuptimin e suportit teknik të realizimit të konferencës. Konferenca ishte një sublimim praktikisht i tërë zhvillimit të fizioterapisë në tërësi, kisha thënë, në trojet shqiptare, sidomos në Maqedoninë Perëndimore, ku kolegu magistër Fadil Rustemi së bashku me kolegën magistër Abdurim Thaçi edhe kolegët tjerë, cilët janë gjenerata e dytë, kurse kolega Fadil dhe kolega Abdurim janë gjenerata e parë, cilët fizioterapinë para 30-40 vjetëve kanë sjellë në Tetov, duke punuar në shkollën e mesme të mjekësisë të Tetov vitet të tëra, e duke krijuar një numër jashtëzakonisht madh të fizioterapistëve me kualifikim të mesëm, do thotë llogaritëm diku disa numri do të rreth 3000 të tillë cilët janë kualifikuar brenda kohës, dhe tani sigurisht se kjo ngjarje pat ndikimin e vet të madh në kuptimin të njoftoi edhe opinionin edhe profesionistët e fushës se fizioterapia veçmë edhe në Maqedoninë Perëndimore, jo vetëm në trojet përreth, po edhe në Maqedoninë Perëndimore arrin në një nivel i cili deri tani nuk ka qenë i njohur, do thotë nivelin e lartë të profesionalizmit edhe të pjesës akademike të asaj
shkencore. Kështu që kjo ishte një farë rezimimit, themi, i zhvillimit fizioterapisë në të tërësi këto 34 vitet e fundit, ku për fat jashtëzakonisht mirë dhe për kënaqësitë veçantë të Universitetit të Evropës Juglindore, patëm mundësi të organizojmë si një koqir në hapësirët e universitetit, duke hapur në këtë mënyrë derën për zhvillimin e gjeneratave të reja, cilat tani veç më janë në edukacion në Universitetin e Evropës Juglindore si fizioterapist, cilat marrin tani titullin fizioterapist të diplomuar, edhe së shpejti vitin e ardhshëm akademik presim të kenë mundësinë të fitojnë titullin magistër të fizioterapisë. Inovacionet cilët ishin teme në ngjarjes, jo rastisht u zgjodh, për shkak se jemi në shekullin e 21 dhe në kuptimin akademik sigurisht duhet ndjeken spaku risit në profesion. Ne gjithë dim se jemi një pjesë e botës ku gjërat e reja edhe inovacionet më top të kohës vinë pak me vonesë. Mirë po spaku, qëllimi është të mund të ndjekim, të jemi të njoftuar me ato teknike dhe teknologji, ndryshime dhe teknike, po edhe profesionale, shkencore, gjë cilën e mundsoi kjo konferencë, ku pam teknike dhe metodologjit jashtëzakonshme, cilët ishin gati se futuristike, slajdet edhe prezentimet cilët i patën prezentuesit në disa raste kufizonin me pamjet nga Star Wars ose në Space Shuttle që me do teknikat robotike të robotëve cilët mundsojnë tani rehabilitimin dhe rikthimin e funksionit të trupit njeriut, dhe sigurisht se në tërësi gati se nuk kaloi temë ku inteligjenca artificiale nuk ishte e përmendur, ishte diçka sikur bërthame gjithë ngjarjeve, u prezantuan teknika, teknologji edhe aparaturat sofistikuara, të cilët dikundin në botë përdoren. Diçka pak kemi edhe këtu në Republikën e Maqedonisë Veriore. Kështu që edhe opinioni profesional, edhe ai laik, edhe me fjalë që pacientët dhe mjekët, fizioterapistët, fiziatrët, edhe gjithë profesionet tjera kishin mundësinë këtë konferencë të shohin inovacionet më të reja në botë në këtë fushë. Pasi që e përmenën sa do pak teknologjia duke pasur parasysh se ka ecur shumë para, si mund të ndikojë inovacioni teknologjik në përmirësimin e terapive fizioterapie? Në shumë mënyra, edhe në konferencë për ishë në pahuvun, pra bëjë njohur se ndikimi teknologjive të reja gati se nuk ka kufim në çfarë mënyrë nuk mund të dhe në cilin aspekt nuk mund të ndikojnë profesion edhe në mundësit cilët i jep profesioni. Me thënë, nisëm nga ato të thjesht, ato ortopedike ku individët cilët kanë, themi, dëmtime të lehta ose të moderuara motorike, mentale, nervore e tjera, mund të rehabilitohen me këto teknologji, deri ke teknologjit alternative, ku disa prezantues dhe potencion pikën, ku tendenca është tani si edhe në botë të bëhet një farë integrim i asaj fizikës edhe mentales në kuptimin e rehabilitimit fizik. Pra, disa teme potencion rëndësinë e jashtëzakonshme cilën ka koncepti mental i përjetimit të realitetin në cilin njeriu është duke jetuar në rezultatin e rehabilitimit të tij në jetën e tij. Kështu kishim për shembull prezentimin e teknologjisë të realitetit virtual ku individi vë një farë kamere ose një farë aparati në sytë vet, ku shef një realitet tjetër virtual, pardon, në kuptimin ta motivoje, t'i jape ndjenjë të qetësisë, t'i jape ndjenjë të komforit, ku ai edhe energjitë e veta të fundit do t'i angazhoje me këtë motivim, pra me qëllim qartë bëjë rehabilitimin e aftësive të vete motorike, fiziologjike, mentale, psikologjike dhe gjithë në tërësi. Pra një integrim i fizikës dhe mentales. Doktor, mund të na thoni se çfarë sfida shasin fizioterapistët në vendet e Ballkanit në krahasim me vendet perëndimore? Unë do them nga aspekti i mjekut, sigurisht se zotri magistër Fadil Rustemi mund të thote më tepër për shkak se është në profesion vet, edhe nga dora e parë, po gjërat që i dim, të përgjithshme një herë, janë se kufizimet janë s'pari njërë teknike teknologjike, si tham, jemi bota e dytë, ose në qoftë edhe e tretë në kuptimin ekonomik dhe
zhvillimore, sigurisht se teknologjitë e shtrenjta si këto, pak më rënd depërtojnë deri kene, edhe pse ka teknologjive që maqar janë prezente, po sigurisht një numër i madh i teknologjive që janë të sofistikuara dhe të shtrenjta, do të presim kohë të jenë prezente në rajonin tonë. Unë edhe se kjo është njërë kufizimi kryesor edhe i parë, po hiq më pak edhe në kuptimin profesional, akademik, do thot, ku njohurit më të fundit në profesion, cilët ngjajnë dikundin në botë, kërkojnë njerëz kompetent, të kualifikuar, të niveleve më të larta akademike, do të thotë magistër, doktorat shkencave, të fushës të fizioterapisë, po edhe të fiziatrisë, të cilët informatat edhe përvojat e veta edhe informatat nga niveli kulm botëror do t'i plasojnë në vendin ku jetojnë. Për më tepër, nga dora e parë dhe nga vetë profesionin, mendoj se magjistër Fadili mund të na thoni se cilët janë sfidat që hasin, domethënë fizioterapistët në vendet e Ballkanit, duke pasur parasysh se vendet perëndimore janë më të zhvilluar dhe janë më para se vendet tjera. Po, unë e kishëm thënë se fizioterapia, nëse shifet në kuptimin e plot, është një univerzum. Pse e them këtë? Këtë fundit kemi një rritje madhe të profileve të ndryshme. Për shembull, në fillim ne kur kemi qenë vitet e 80-90, kur edhe në fizioterapia ka pat shumë pak jehon, edhe merreshin parasysh disa rrethana thjeshta, rrymat, pak masazh manuele, kurse tash merret edhe ajo tradicionale, vjetra edhe të reja. Do të thonë tash mbaroi epoka e rrymave galvanike, ashtu i themi ne. Tash ka filluar më të madhe të përdoret, ne patëm edhe të më përkraje mjeku në seri, patëm një prezentim shumë të bukur me një personalitet prej Kosovë, i cili e pat temën vibroakustika. Terapia me shërim. Terapia vibroakustike. Po, vibroakustike, një diçka shumë risi e re, edhe kush është interesuar ta kuptojë edhe do ta përcillte me mjaft vëmendje këtë temë. Do thonë, tash në kohë të fundit me të madhe përdoret edhe fusha magnetike për shërim, e cila është diçka shumë e mirë. Pse themi kështu ne? Nëse ne përdorim brimat ose diçka tjetër, ato shkaktojnë edhe kontraindikacione ose japin efekte negative, po mund shkaktojnë edhe dhimbjet e pacientit. Çka do të shkaktojë dhimbje? Një aprodhimi, një magneti në trupin e njeriut. Do të thonë, fizioterapia në kohë të fundit ka marrë për masa të mëdha. E tash ne te Universiteti i Shtulit ose Universiteti i Evropës Juglindore, që jemi aty, do të thonë, punojmë një ekip shumë i mirë cilësor, jemi mundu këtyre studentëve tanë të mbjellim këtë gjë, se fizioterapia është shumë e mirë dhe shumë efektive. Ne kemi studentë këtu të cilët janë me 10 nota, mesatare ne kanë, edhe janë, mu të themi, do shta dhe më të fortë se ne në kuptimin e plot të profesionalizmit. Këtë e them me sinceritet për shkak se a ditë ne që bëm një organizim, unë që isha organizatori konferencës, asgjë vetëm se prita misafiret, bana atë prezentimin tim, kritë punën e banë studentët e mi. Unë e mbure me këto, me këtë gjenerat që janë një ndër gjeneratat më të arta, edhe gjithmonë kur i sosim ato legjeratat ose ushtrimet u them, për ju pak kanë shkjo. Unë du pas disa viteve të shof me shumë titull më të nalt. Edhe kur të vini, të më tregoni se çka keni arrit. Pikërisht, kur jemi domethënë tek studentët, cila ishte tema më e dobishme gjatë kësaj konference që ju e keni ndjekur prej së afërmi? Faleminderit për ftesën që ne keni bërë. Për mua një temë më adekuate dhe më e mirë në konferencë ishte tema e trajtimit jo kirurgjikal të skoliozës me terapi RICO. Kjo ishte një terapi që kishte terapi të specializuar dhe ushtrime të strukturuara, të cilët ndihmonin në kishte domethënë rezultate të shkëlqyera në trajtimin e skoliozës. Domethënë nuk kishte nevojë që më të hysh në operime ose të bësh ndërhyrje kirurgjikale. Do them të drejtën, unë nuk kisha një informacion të detajuar për këtë metodë, por aty e pasi kishte një efekt të madh, sidomos tek moshat e reja. Do të thonë mësove diçka nga kjo konferencë. Mund të na thoni sa planifikoni të përfshini metodat e reja që mësuat gjatë konferencës tani më në praktikën tuaj? Po, gjatë kësaj konference patëm metoda të ndryshme të avancuara, si që ceku edhe profesori dhe kolega, si që ishtë metoda e vibroakustikës, metoda të tjera rreth spondilozës dhe shumë temat të tjera. Sigurisht që këto jo vetëm që na ndihmojnë në punën tonë profesionale, po bëjnë edhe rritjen e efektivitetit në trajtimin e pacientit.
Mendoj se nuk do mund t'i aplikojmë me njerë, por me kohë duhet që edhe ne t'i aplikojmë për të patur një rezultat sa më të shkëlqyer, e cila është edhe qëllimi jonë si fizioterapeut. Ta arrim që një pacient ta shërojmë, ta kurojmë. Pikërisht të ndihmoni. Ju si student si e shihni të ardhmën e fizioterapisë këtu në vend? Viteve fundit e kemi parë që ka një ndërgjegjësim të fizioterapisë në vendin tonë, jo vetëm në rehabilitim, por edhe në parandalimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës. Po ashtu fizioterapeutët çdo ditë ndërtohen në mënyrë profesionale nëpërmjet konferencave dhe nëpërmjet trajtimeve të ndryshme. Sigurisht ka sfida të shumta për fizioterapinë, si në pajisjet moderne të cilët na nevojiten, po ashtu edhe në kushtet e punës, por mendoj që me mbështetje të institucioneve dhe këmbguljen tonë si fizioterapeut mund të ketë fizioterapia një vend veçantë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mund të na thoni se çfarë përfitimesh mendoni se solli kjo konferencë për zhvillimin tuaj profesional në të ardhmen? Ishte një eksperiencë mjaft e rëndësishme, pasi që u bë edhe për herë të parë në vendin tonë. Mendoj se kemi bërë përfitime të shumta, kishim mundësi që të shkëmbenim njohuri mes profesionistëve të fushës që ishin prezent. Megjithatë ne morëm edhe njohuri mbi bazat bashkëkohore dhe multidisiplinare, të cilat na motivojnë për një të ardhme ku do të punojmë në punën tonë të përditshme. Shumë mirë. Zotri Fadili, keni menduar që konferenca e fizioterapisë për herë të parë u mbajt në Tetov. Keni menduar që edhe herave tjerave të mbahet pikërisht në Tetov, që është një konferencë shumë domethënëse dhe shumë të themi përfituese për studentët që të mësojnë shumë gjëra. Falënderit, Rehan. Ne nisëm. Është me rëndësi kush e filloi. Kur dhe mbaroje, unë mendoj se asnjëherë mos mbaroje. Këto studentët e mi si vjetë mbarojnë, por do të lanë gjurmë, edhe ne do të lanë gjurmë, pikërisht në fushën e fizioterapisë. Shumica thot, ke ba diçka ose s'ke ba, kush e nisi? Është me rëndësi, do me thanë, ne hasim në raste tjera, do me thanë, në lëmit të ndryshme, por ne të fizioterapia e filluam me një konferencë ku patëm disa peripeti, do me thanë, është shumë randë bëhet një organizim shkencor, dikush me ndonë se dhe vije një prezentues, por vetëm në studio kur dhe pregaditi 5 ekipa që funksionojnë edhe të mbajnë qatë konferenca, na është ngarkes e madhe. Titulli e thamë si qishte, tash ne në pas mbarimit patëm komente mjaft të mira që na thanë se të vazhdojmë me këtë ritëm. Mendimi i është që brenda 2 vjetëve ne ta bëjmë një kongres këtu në Tetov. Kjo ka munguar tash, filloj me konferencë, kongresi normalisht tonë pak pregaditje më të madhe, me thonë nevojitet s'paku 1 vit, derisa e bëjmë. Është një gjë e mirë se ne kemi bashkëpunim të madh me shoqatat edhe të Kosovës. Unë falenderoj Odën e Kosovës të fizioterapisë që erdhen. Përshëndes Fejm Gashin, profesor Gjeraldin, të cilët na vizituan në ditë, edhe janë persona mjaft eminent që ndikojnë në lëmijën e kësaj fushë. Na dhanë mbështetje logjistike edhe ato, edhe shoqatat e Shqipërisë, kështu që ne jemi gati. Kur jemi te këto shoqata, si është bashkëpunimi me institucione dhe shoqata qoftë në vend, qoftë edhe me vende tjera nga rajoni? Sigurisht se kjo është shumë e rëndësishme. Do të thonë për ta bërë diçka nuk mund ta bësh vetë asnjëherë. Do të thonë na lipet mbështetje edhe profesionalizëm ose mendime s'paku të mash prej disa individëve ose shoqatave. Unë thash prej fillimit se kam nderin të kem një ish nxënësin tim i cili është prej anës tonë, prej Dibrës, ka migruar në Durrës edhe është kryetari i shoqatës shqiptare. Ai ma dha mendimin, edhe shoqata e Kosovës, edhe atje, do me thonë, ne kemi një bashkëpunim të shkëlqyer. Është edhe njerë e rasti që të krijohet edhe këtu të ne një shoqatë shqiptare, fizioterapistëve, pastaj bisedojmë ndryshe. Do të shpresojmë që në të ardhmen të arrini qëllimin tuaj. Mund të na thoni se çfarë ndikimi prisni që kjo konferencë të ketë qoftë në nivel kombëtar, por edhe rajonal? Po, është e faktit se ne patëm prezantues të jashtëm. Nëse merret shoqata e fizioterapistëve të Shqipërisë, ato janë të inkuadruar në shoqatën botërore të fizioterapistëve. Do thonë kjo që ndodhi, edhe Shtuli ka një sistem të mirë të informimit ku çdo aktivitet menjëherë shpërndahet. Patëm prezantues të jashtëm, patëm prezantues nga Maqedonia. Do them, ishte interesant fillim kur e filluam ne këtë, për shkak se në trevat tona më tepër është dominante popullata shqiptare, filluan të interesohen edhe profesionistë të palës maqedone. Unë e pash të arsyeshme, mos të injoroj, edhe të dini se kjo u organizuar në 3 gjuhë.
Ne kemi marrë përkthime, kemi patë, dhe me thonë, ku spaku një 40 persona kanë qenë edhe të Palës Maqedone që e kanë ndjekë. Neve në bashkangjitën disa sponsorë që në ndihmuan, normalisht ka argjime, por patëm është interesant fakti se pam një ofertë banjës të Car Samuelit, ato me njerë ofruan. Dhe thonë vinë të prezentojnë edhe të bëjnë disa reklamacione. Patën një prezentim. Normalisht edhe një të Iskrës, ato që shesin aparate, ato patën një prezentim, dhe thonë patëm edhe pjesën reklamuese. Ne mund themi se bashkëpunimi është në të gjitha sferat, vetëm na duhen persona dhe një motivim. Pa tjetër. Profesor, mund nga thoni se sa e rëndësishme është bashkëpunimi ndërkombëtar për zhvillimin e fizioterapisë si profesion? Sigurisht se bashkëpunimi ndërkombëtar, jo vetëm për fizioterapinë, por gjithë shka në këtë planet, tani më e cilë u bë shumë e vogël me teknikën kaq të zhvilluar, praktikisht ju sot jeni këtu, online mund të jeni prezent në Tokyo ose New York, është shumë e rëndësishme ky bashkëpunim zhvillohet në nivele sa më të avancuara, pasi se regioni jonë, siç e dim, ka qenë pak si më në skajet e tendencave të zhvillimit gjatë historisë, mirë po kjo ngjarje dhe ky eveniment i organizuar nga Magistër Fadili si kryetari kësaj konference fitoi karakter ndërkombëtar, pra ishte konferenca e parë ndërkombëtare ku kishim ligjërues nga Spanja, nga Italia, kishim nga regioni sigurisht Kosova, Shqipëria, plot kishim të Maqedonisë, kolegë të universiteteve tjera në Republikën e Maqedonisë, pra Maqedone dhe shqiptare, dhe sigurisht se nga Universiteti i Evropës Juglindore. Pra mori një karakter i cili reflekton instancën finale të zhvillimit të një regioni, ku praktikisht nga gjithë themi ose nga një numër i madh i regioneve botërore ke në vend prezent ligjërues të kulturave dhe të gjuhëve të ndryshme. Është e më tepër se e sigurt se nëse nuk ka bashkëpunim në tërësi, njëherë zhvillimi do të shkojë shumë ngadalë sa është e mundur, kurse për bashkëpunimin ndërkombëtar edhe botëror sigurisht është fakt pa cilin nuk mundet. Pra gjërat zhvillohen ashtu si e kanë ligjin e natyrës, diçka zhvillohet në Kinë, diçka zhvillohet në Amerikë, diçka zhvillohet në Europë, në Afrikë dhe gjithë. Edhe sigurisht se njerëzit cilët këtë e kanë bërë janë më kompetentit, nëse keni mundësi t'i thirrni edhe t'i keni miq të jenë prezent atje ku ju bëni ndonjë farë ngjarje, është pasuria më e madhe e mundshme edhe për ngjarjen edhe për zhvillimin e më të thjeshëm të profesionit cili do qoftë ai, edhe sigurisht të fizioterapisë. Kështu që kolega Fadil me këtë ngjarje që ka arritur të organizojë me mundime të jashtëzakonshme, një konferencë lokale është shumë komplekse për tu organizuar, një konferencë ndërkombëtare mund të jetë në 10 fishin e kësaj që të organizohet, është një herë unë i falenderoj edhe një herë për mundësinë që na e dha edhe eventimentin që ne mundsoi në këtë region, e mundsoi praktikisht edhe ky region të tablohet si një region i barazvlershëm ose i krahasueshëm me çdo region tjetër në botë në kuptimin e plasimit të njohurive më të reja akademike, profesionale dhe në fushën e fizioterapisë, ku Fakulteti i Shëndetësisë në Universitetin e Evropës Juglindore pat kënaqësinë t'i ofroje mundësi teknike për këtë organizim edhe të jetë në një farë forme themi vendi i ngjarjes. Në këtë rast vendi i ngjarjes botërore. Pikërisht. Mund të na thoni se në këtë konferencë u mbaj që ishte goxha e madhe, ishte konferencë, mund të themi ndërkombëtare, shkëmbimi i ideve, mesazheve, sa do të jetë motivuese po dhe ndihmuese, qoftë për profesor, qoftë për mjek, por edhe për studentët. Sigurisht, po, më plotësut fjalët cilët i kisha në koncept i them dhe faleminderit për rikujtimin. Me thënë, ndikimi është i pamatshëm thjesht, edhe ndikimet do të shifen me vite me radhë pas ngjarjes kësaj edhe radhave tjera dhash Zoti edhe mundësia, apo. Ndikimet janë të shumë fishta në kuptimin njërë të profesionistët, cilët sigurisht janë të fushës mirë, por gjithmonë ka informata cilët nuk i keni, nuk i njihni, dhe gjithmonë dëgjoni diçka të re, si teknikat cilët i përmendi edhe kolega student. Kurse për studentët, përveç dëgjimit të informatave up to date, në nivel botëror,
konkret për studentët tonë, si dhe për gjithë studentët tjerë që do të mund të reflektohen me studentët tonë. Kjo ishte një përvojë e jashtëzakonshme e organizimit një evenimenti me karakter ndërkombëtar dhe është një përvojë shumë unike, e cila ato i përgatiten praktikisht kur të jenë në pozitë të organizojnë ngjarje të tilla në kualitet edhe shumë më të lartë, për shkak se përvojat bazike i marrin tani, cilët ishin shumë të mira, sigurisht do të kenë mundësi me qasjen e vetë, me njohuritë e reja të veta, me kulturën edhe njohuritë e veta që i kanë të organizojnë me gjatë gjëra dhe shumë më të mira. Kështu që është e motivuese, është e përgatitse në kuptimin e edukimit edhe mësimit, për atë se si mund bëhet një ngjarje e tillë, sigurisht se shumë motivuese për gjithë nivelet cilët ishin prezente që me informata dhe me përmbajtjet cilët i panë dhe dëgjuan. I kthejmë tek studentët, cila do të ishte tema e radhës që do të doni në konferencën që të radhës të trajtohet si temë? Do doja të shtoj edhe problemet neurozhvillimore, ku kemi edhe paralizën cerebrale, e cilat e fëmijët ditëve sotit është mjaft e hapur si çrregullim, dhe pse mos kenë edhe ata fëmijë një akses të specializuar, ku sa më herët që të merren me trajtim, të kenë edhe ata një jetë më cilësore. Një pyetje edhe për juve si student, do me thonë, cila do t'ishte tema do me thonë, do të kisha përfshi rastet neurologjike, si insultet cerebrovaskulare, por edhe paralizën cerebrale, të cilën do të na tregojnë për shumë protokollet, metodat të cilën do i përdorim, por edhe rezultatet afatgjate që ne nesër kur t'i përdorim në rastet tonat kemi një sukses të lartë. Ju falenderit edhe njëherë që ishit pjesë e emisionit të Ritmi i ditës, duke pasur parasysh se koha ashtë na premton. Shpresojmë që njëherë tjetër të vim dhe të marrim gafër gjitha këto metodat e fizioterapisë dhe të flasim gjëre gjatë. Ju falenderit edhe njëherë. Falenderit edhe juve. Kjo ishte e tëra për sot, shikues të nderuar, që kishin përgatitur gjatë ditës së sotshme, dite e premte, kështu që ju urojmë një vikend të këndshëm dhe shihemi ditën e hënë.